Kur mos hani lakra turshi nëse vuani nga këto sëmundje? Ekspertët citojnë se lakra është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese, por në disa raste mund të krijojë efekte negative. Neuropati George Nazarov paralajmëroi për efekte të mundshme të dëmshme për shkak të mënyrës së përpunimit të kësaj perime. Megjithatë, duhet parë efektin pozitiv dhe negativ i lakrës turshi, citon natyrologu Nazarov. Për marinimin e lakrës përdoret një sasi e madhe e kripës, e cila nuk është e shëndetshme aq më tepër që pim një sasi të madhe të ujit pas vaktit. Kur një sasi e madhe e kripës hyn në trup, një person mund të sëmurret nga presioni i lartë i gjakut. Kripa e pranishme në trup bëhet bardhëse edhe për veshkat dhe depozitohet në nyje dhe enët e gjakut. Për shkak të kripës, lëngu i tepërt i mbetur në trup është i vështirë të eliminohet dhe kështu do të rrisë gjithashtu problemet tuaja të hipertensionit. Nëse vuani nga këto shqetësime, tregoni të kujdesshëm me pirjen dhe konsumin e lakrës. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë